Dhe unë nuk shoh asnjë pikë aty të pasbatueshme nga cila do të qoftë qeveri dhe nga cili do të qoftë partner politik Maqedonas këtu. Nuk shoh ndonjë hezitim nga cila do të qoftë palë për zbatimin e pikave të përveçme nga platforma shqiptare. Do duhet të afatizojmë. Në veçanti është e rëndësishme çështja e gjuhës, kurse tjerat janë. Aha, doni të thoni se që ta sqarojmë. Doni të thoni që duhet të ketë afatizim apo nuk duhet të ketë afatizim? Duhet të ketë afatizim. Për çdo gjë, të zbatimit të tyre. A mendoni që Lidhja Socialdemokrate këtë nuk do ta pranojë? Nuk shoh arsye pse mos ta pranoj, sinqerisht flas, dhe besoj që do jenë reflektues në lidhje me këtë, dhe nuk shoh asnjë Maqedonas pse mos ta pranoj, për arsye se kjo platformë i ndihmon kohezionit shoqëror, i ndihmon një barabarësie qytetarësh dhe mendoj që i bën mirë shëndetit Republikës Maqedonisë. A mendoni atëherë se negociatat mund të përfundojnë shpejt në qoftë se ka një frymë të tillë siç po thoni? Në qoftë se ka frymë konstruktive dhe në qoftë se ka gatishmëri për të reflektuar këto nevoja, po absolutisht po.